Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se erdhët në kjo javë, bashkë jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Java ka nisur vrullshëm që ditën e hënë ne kemi patur transmetimet tona të drejtë për drejta dhe konferenca për shtyp teksa bëhej editor shkarkimi i ministrit të drejtësisë zotit Manjani, më pas akuzat e zotit Manjani përmes deklaratës për mediat. Java pasoi dhe kulmoi ditën e enjte teksa u zhvillua përplasja mes ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës zotit Donald Lu dhe prokurorit përgjithshëm Adriatik Llalla. Po kështu zhvillime tjera ka patur edhe nga rajoni, nga bota, vendimet e presidentit ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës zotit Trump, por edhe tjera zhvillime nga vendi, nga aktualiteti, nga sporti. Ndiqni javën në News 24 e më pas do të kthehemi për shtjelluar temën e parë me të ftuarin në studio. E hënë. Kryeministri Rama shkarkon nga detyra ministrin e drejtësisë Ylli Manjani. Gjesti dhe akti i kryeministrit sot për shkarkimin tim është takmarrje e pastër, pas me të vogël diskutim. Manjani tha se u shkarkua pasi denoncoi kanabisin dhe aferat korruptive të qeverisë. Në vend të tij emërohet Petrit Vasili. Për kreun e opozitës Lulzim Pasha, Manjani u shkarkua pasi foli për krimin që ka kapur peng qeverinë nga aleatët në qeveri. Manjani theu kodin e heshtis. Zëvendës kryeministri Beleshi tha se shkarkimi ishte për një përmirësim të bashkëqeverisjes. Një zgjidhje që kishte vetëm dy rrugë kalime. Njëri ishte të shkarkonim kryeministrin ose të shkarkoj ministri. Ndërkohë kreu i LSI-s tha se largimi i Ylli Manjanit nga qeveria nuk mund të lexohet si dorëzimi i tij para Ramës, pasi siç tha Ilir Meta, nuk dorëzohet para askujt. As nga zoti Rama, as nga zoti Berisha, nga zoti Basha, sigurisht jo. Ministria e Brendshme do të nisë regjistrimin e popullsisë der më der. Tek adresat ndahen shtetet nga vendet pa shtet. Por Shqipëria që ne duam nuk mund të jetë kurrë Shqipëria e adresave rrethanore. E martë. Vetingu shkakton largimet e para të gjyqtarëve. 5 gjyqtarë dha ndërheqje në ditën e fundit të afatit për dorëzimin e deklaratave të pasurisë. Ndërta, Mirela Lafana, antare e gjykatës së lartë, si dhe Vladimir Kristo i gjykatës kushtetuese. Edi Rama deklaroi se gjysma e antarëve të Këshillit të Emërimeve në drejtësi Jam për të shkuar në shtëpi sapo të filloj ligji i vetingut, ndërsa gjyqtarët e vendimeve të padrejta i cilësoi si vrasës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara shkarkon prokuroren e përgjithshme pas kritikave të saj mbi vendimin që ndalon hyrjen në Amerikë të shtetasve të 7 vendeve muslimane. Trump e akuzoi prokuroren për tradhti dhe e zvendçoi në mënyrë të menjëhershme. E mërkurë. Generalitetet i ketë tek vendimi i gjykatës, të padia ime, ku ti e dënuar për shpifje. Dështon dëshmia e Shkëlzen Berishës në komisionin hetimor për privatizimin e CEZ. Djali i kryeministrit Berisha refuzoi të bëjë betimin para kreut të komisionit për të cilin tha se është i dënuar nga gjykata. Dëshmitari nuk bën betimin, ka frikë të dëshmojë para komisionit, dëshmitari largohet. Partia Demokratike do të nisë protestat nga 18 shkurti në mbledhjen e kryesisë. Kryedemokrati Basha ftoi të gjithë partitë politike të bashkohen opozitës për të mbrojtur votën e lirë. Detyra jonë si demokrat është të bëjmë gjithçka për të zgjuar, mobilizuar dhe mbështetur reagimin e qytetarëve. Lulieta Berisha, motra e Lulzim Berishës, po hetohet nga prokuroria për pastrim parash. Hetimi ka zbuluar faktin domethënë se Lulieta Berisha i ka marrë një shumë të madhe parash biznesmenit të penduar në çështjen Shullazi, Ylvi Beqa. Pakor para bisedimeve të nivelit të lartë Kosovë-Serbi, presidenti i Kosovës dhe kryeministri serb folën në telefon dhe ranë dakord që çështjet duhet të zgjidhen me dialog. VMRO, DPMNE dhe BDI e shqiptarëve të Maqedonisë dështuan të arrijnë në marrëveshje për të krijuar qeveri, pasi sipas Ali Ahmetit nuk u pranua kushti shqiptarëve për zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Gruevski paralajmëron zgjedhje të jashtëzakonshme. Presidenti i Maqedonisë, Gjorgj Ivanov, tha se mandatin për formimin e qeverisë së re do ta marrë partia ose koalicioni që do dëshmojë se ka siguruar shumicën në kuvend. E njëjtë. Ambasadori amerikan sulmoi hapur dhe ashpër prokurorin e përgjithshëm të Shqipërisë. Ai ka folur vazhdimisht kundër reformës në drejtësi. Dënoi frymën e kushtetues duke dërguar një listë me vetëm 3 prokurorë për të plotësuar 3 pozicione. Kryeprokurori Llalla tha se presionet sorosiane të ambasadorit Lu nuk janë diçka e re për prokurorin. Do të jemi të qartë se ambasadori nuk është guvernatori i Shqipërisë. Ai është thjesht një ambasador. Mbështes të kultivimin e drogës vjet në pranga shefi i rendit në policinë e Vlorës, Hakia Hasanbeka. Arrestimi u krye me urdhër të prokurorisë së krimeve të rënda, pasi Hasanbeka dyshohet se merrte 20 deri në 40% të fitimit nga kultivuesit. Në të njëjtin operacion u arrestua dhe një efektiv policie në komisariatin e Tepelenës.
Presidenti Trump ka zhvilluar një bisedë të tensionuar telefonike me kryeministrin australian mbi një marrëveshje të Obamas për të pranuar 1250 azilkërkues që tashmë janë strehuar në kampet e Australisë. E premte. Presidenti i Republikës mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare lidhur me të shumëkërkuarin Kelmen Balili. Në mbledhje mungonte kryeministri Rama. Nishani e quajti çështjen tepër komplekse dhe me rrezikshmëri të lartë. Një ditë pas akuzave të forta që ambasadori amerikan Donald Lu bëri në adresë të prokurorit të përgjithshëm, kreu i kuvendit del në mbrojtje të këtij të fundit. Në vendin tim dhe në vendin tënd, një kokë e çmendur, të gjithë çmendur. Meta tha se kryeprokurori Lalla ka zbatuar plotësisht kushtetutën për emrat e kandidatëve për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. Departamenti Amerikan i Shtetit ka dalë në mbështetje të ambasadorit amerikan në Shkup, një ditë pasi u raportua se një kongresmen republikan kishte kërkuar shkarkimin e tij. Shuhet në moshën 85 vjeçare, kolosi letrave shqipe Dritoro Agolli. Shkrimtari i madh ndorroi jetën në sanatoriumin e Tiranës, ku ishte shtruar prej 9 ditësh pas një sëmundje të rëndë në mushkëri që e mundonte prej kohësh. Policia e Tiranës nuk lejon zhvillimin e ndeshjes Partizani Vllaznia në stadiumin Selman Stermasi, pasi u druhet incidenteve mes tifozëve, ndaj nuk merr përsipër sigurinë e saj. Ju ndoqët javën e transmetuar përmes lajmeve drejt për drejta, përmes edicioneve informative në News 24 për gjatë gjithë ditëve, ndërkohë që tani do të ndalemi tek tema e parë. Përplasja Lalla Lu, kështu e kemi titulluar temën e parë, ditën e njëjtë, nisi gjithçka nga kjo përplasje. Patëm deklaratën e ambasadorit Lu, e ku më pas edhe prokuroria e përgjithshme doli në deklaratën e saj për mediat. Më pas do të nisnin takimet intensive që patën Lalla dhe Lu, ky fundit do shta takime më të tepërta. Ndiqni materialin se çfarë ka ndodhur, më pas do të kthehemi në studio për ta komentuar dhe analizuar me analistin Ilir Kulla. Përplasja e pazakontë me akuza dhe kundër akuza mes prokurorit përgjithshëm Adriatik Lalla dhe ambasadorit amerikan Donald Lu ka krijuar dhe precedentin e parë në vendin ton mes një diplomati të huaj dhe institucionit të prokurorit të përgjithshëm. Për më shumë se 18 muaj, ai ka folur vazhdimisht dhe me zë të lartë kundër reformës në drejtësi. Deklarata publike e ambasadorit Lu, por dhe revokimi i vizave një javë më parë nga ambasada amerikane për disa gjyqtarë dhe prokuror, mes të cilëve edhe vetë kryeprokurori Lalla, duket se shërbeu si për të hedhur benzin zjarrit dhe për të nxjerrë në dritën e diellit debatin mes tyre, i cili në zë përflitej prej kohësh. Pas akuzash të drejt për drejtat ambasadorit, prokurori përgjithshëm bëri publike letrën drejtuar presidentit Nishani dhe kreu të kuvendit Ilir Meta, ku akuzonte ambasadorin për presion dhe shantazh ndaj prokurorëve. Ndërsa në një dalje për mediat, të pak çasteve më vonë, përfaqësuesja e prokurorisë së përgjithshme do t'i konsideronte akuzat e ambasadorit tipike sorosiane, dhe pse në deklaratën e saj mungoi argumenti për këto akuza. Këto presionet e ambasadorit amerikan në Tiranë janë tipike sorosiane, të cilat kërkojnë të manipulojnë opinionin publik dhe të zhvlerësojnë institucionet. Lufta e hapur tashmë nisi edhe kalvarin e takimeve në institucionet më të larta të vendit. Me urgjencë kryeprokurori Lalla u pa të hyjë në zyrën e presidentit Nishani, ndërsa për ambasadorin Lu takimet do të ishin më të shumta në numër. Prokurori përgjithshëm Adriatik Lalla do t'i vijonte sërish akuzat ndaj ambasadorit amerikan. Do t'jemi të qartë se ambasadori nuk është guvernatori i Shqipërisë. Ai është thjesht një ambasador. E nuk mund të vinë në Shqipëri të kërkojnë në mënyrë të tillë duke vështirur sigurisht ai drejtuesit e shtetit. Debati parë me ambasadorin dhe me stafit që të shoqëronte lidhej me Byron Kombëtare të Hetimit. Mënyra si mendohet të organizohet funksionon tek institucion ishte një model i tipit të ish hetuesisë së kohës komunizmit në vend. Por ambasadori amerikan nuk i la pa përgjigje akuzat e vona të kryeprokurorit në një postim në faqen zyrtare në Facebook. Asnjë përpjekje për të na frikësuar apo për të minuar procesin e reformës nuk do të na pengojë që ajo të jetë e suksesshme. Shtetet e Bashkuara kanë marrë një angazhim përpara popullit shqiptar për të monitoruar çdo hap të zbatimit të reformës në drejtësi. Ky është një premtim. Krah ambasadës amerikane u rreshtua dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në vendin ton, ndërsa lajmi bëri jehon edhe në mediat ndërkombëtare. Por ndërsa delegacioni i Bashkimit Evropian doli në krah të ambasadorit, prokurori i përgjithshëm u mor në mbrojtje nga kreu i kuvendit Ilir Meta. Prokuroria e përgjithshme rezulton, sipas tyre, se ka zbatuar në mënyrë korrekte dhe transparente kushtetutën dhe ligjin e miratuar nga parlamenti me asistencën e partnerëve ndërkombëtar, Obdatit dhe Euralis. Por, a do të kalohet me kaq kjo përplasje mes Donald Lu dhe Adriatik Lallës?
Në javën e ardhshme nuk do të përjashtojnë surprizat të tjera, pasi më herët është paralajmëruar edhe ardhja në Tiranë e misionit ndërkombëtar të monitorimit, misioni i cili do të kalojë në sit nëpërmjet vettingut të gjithë trupën e prokurorëve dhe gjyqtarëve, mes të cilëve edhe kryeprokurorin Llalla. Ky ishte materiali që ne kishim përgatitur. Me njerë futemi në bisedë me në studio analistin Ilir Kulla. Përshëndetje Ilir. Përshëndetje. Rivini në kjo javë, në fakt, si keni parë këtë përplasje mes ambasadorit Shteteve të Bashkuara dhe Adriatik Llallës dhe pse tani? E kam parë si një ngjarje të trisht të Republikës. Domethënë, nuk më ka shkuar mendje kur që në 2017 Shqipëria do të trajtojë më keq se Republikat e bananeve. Domethënë, gjithmonë ka patur në eksperiencën time dhe njohuritë e mia, gjithmonë ka pasur përplasje në tavolinë me trupin diplomatik, me ambasadorë caktuar, ambasadorët e SBA-s, të BE-s, madje edhe niveli më të lartë me sekretar shteti e tjerë. Por kur ato nuk kanë dalë të tilla në publik. Dhe ajo që mua më ka çuditur, dhe nuk di si t'ia vë emrin, është humbja e kontrollit dhe qetësisë nga ambasadori Lu. Pse e them këtë? Spari, reforma për drejtësi është një reformë që është miratuar me konsensus nga 140 deputet të Parlamentit të Shqipërisë. Që nënkupton që varianti inicial për cilin ishte investuar ambasadori Lu, ambasadori Vlautin e tjerë, po të kishte kaluar pa konsensus, do t'ishte sot në një mollë të sherrit të jashtëzakonshme, sepse të gjitha palët ta me konsensus e shqip si përplasen. Pa imagjino pa konsensus se çfarë do ishte bërë, dhe reforma domethënë do kishte rënë në shkallë të parë. Së dyti, zoti Lu është përfaqësues diplomatik i Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është një vend antar i NATO-s, është vendi kryesor antar i NATO-s, pra është lokomotiva e NATO-s, ku ne jemi gjithashtu antar me drejta të plota. Unë nuk njoh asnjë vend tjetër antar të NATO-s, në them edhe vende tjera në Afrikë, madje, po them antar të NATO-s, në të cilat mund t'i lejohet, dhe kjo është për fajin e politikës në Shqipëri, për mënyrën se si kanë shkuar gjërat, t'i lejohet një ambasadori të flasë me ato gjuhë për një institucion të pavarur. Personalisht, unë kam rezervat e mia me zotin Llalla. Por kjo nuk është çështje rezervash, kjo është çështje institucioni. Zoti Llalla është prokurori i përgjithshëm i zgjedhur nga Kuvendi. Raporton në Komisionin e Ligjeve, raporton tek Presidenti i Republikës. Nëse zoti Lu, zonja Vlautin, do të kishin rezervat që shprehen atje në raport me institucionin e Prokurorisë të Republikës, duhet shkoni tek presidenti, tek kryetari i Kuvendit, tek Komisioni i Ligjeve dhe duhet thoni që shikoni jemi përballë kësaj situate që ka ndodhur kjo gjë. Më teknikisht çfarë ka ndodhur, që t'ia shpjegojmë sikurse. Zoti Llalla është akuzuar s'pari një herë, unë ajo që tha ka një vit e gjysmë me zë të lartë përballë publikut që është kundër reformës për drejtësi, mua kjo më duket domethënë konsumol ose më duket agitacion dhe propagandë shumë e rëndë ta dëgjosh nga ambasadori amerikan. Nëse ti pretendon që edhe do kontrollosh për një vit e gjysmë edhe opinionin e një institucionit pavarur, cili do qoftë ai, kjo është shumë e rëndë. Imagjinojmë për institucionet e tjera, se prokurori është ndër institucionet më të forta në Shqipëri. Imagjinojmë institucionet të rëndësishme se çfarë arrogancë gjenden përballë, nëse do gjenden përballë një gjuhë të tillë, e cila thash nuk është diplomatike dhe është edhe jashtëlogjike. Së dyti, gjendemi përballë një fakti që ambasadori Lu e ka akuzuar zotin Llalla duke thënë që ke çuar vetëm 3 kandidatë atje. Me sa më kujtohet mua, jo vetëm zoti Llalla, por edhe institucionet të tjera, edhe politikanë të tjerë, edhe zëra të tjerë të pavarur kanë qenë kundër kësaj lloji forme për të bërë përzgjedhjen e njerëzve. Dhe ka qenë misioni amerikan i Obdadit, ka qenë misioni europian i Euraliusit, ka qenë ambasada BE-s, ambasada amerikane, Komisioni i Ligjeve, zotin Xhafa.
Zoti Meta, kryetari i parlamentit, të cilët kanë miratuar këtë paketë dhe këtë ligj. Dhe i kanë vënë parakusht, kjo shumë e rëndësishme për të kuptuar, i ka thënë ti do marrësh magjistrat me të paktën 10 vjet eksperiencë. Që duhet të jetë në prokurori sipërore, siç është prokuroria e përgjithshme, dhe në prokuroritë e apelit të shkallës së dytë. Tani, e para një herë që shkolla e magjistraturës nuk ka shumë që është bërë në këtë vend. Dhe magjistrat me 10 vjet eksperiencë në prokurori sipërore numërohen me gishtat e një dore. Okej? Pra, të gjë këta duhet ta kishin menduar që kur e kanë bërë. Së dyti, edhe nëse do të kishte ankimim për atë lloj votimi e tjerë, ata janë sot e kësaj dite, sot e kësaj kohe, gjithë kohës, në drejtën e tyre për të shikuar ka qenë dhe filani, mund të ankimonte. Pra, këta nuk mund të akuzojnë sot. Sikur edhe me diabolizëm ta kishë bërë Lalla sot, ata nuk mund të akuzojnë dot një institucion të pavarur në mënyrë arrogante, të pa princip, jo diplomatike, një nga institucionet e pavarura të vendit. Sepse pastaj lind pyetja, çfarë po bën ambasadori Lu? Politik apo diplomaci? Deklaratë që ka bërë edhe zoti Lalla, më pas në ndoqëm edhe konferencën që pati më pas zoti Meta. Unë dua të të pyes Kulla më konkretisht nga përplasja, më pas çfarë pasoi. Ishin takimet që ndërmorën në përkatëse. Fillimisht zoti Lalla pas letrës dërguar kreut Këvendit, po kështu edhe presidentit të Republikës, vajti në një takim tek presidenti. Mos ndoshta ka patur një dorëheqje nga ana tij apo tentativë për dorëheqje për tek presidenti Nishani o pas një ndryshim të skenarit? Jo, në informacionin tim, jo vetëm që s'ka pas nërmend ndonjëherë të jap dorëheqje, informacionin tim, por në informacionin tim ka gjetë përkraje të qartë nga dy krerët e shtetit, sepse zoti Lalla edhe nga parimi, zoti Lumi atë që ka bërë e ka fyer presidentin e Republikës. Sepse nëse kishte diçka me zotin Lalla, e u thashëm përpara, duhet shkonte tek presidenti, tek kryetari i Kuvendit, tek komisioni i ligjeve dhe pastaj të vepronte. Nuk mund ta bëj këtë punë de facto. Pastaj ka edhe një problem tjetër. Nga janë, zoti Lu thotë që viza i është hequr zotit Lalla dhe bashkëshortes vet për një arsye konsullore. S'para le ta sqarojmë këtë për publikun. Është tjetër gjë X gjyqtar apo prokuror që kanë pas vizë private personale 3 vjeçare dhe tjetër gjë viza diplomatike e tipit A1 dhe A2, që jepet institucionit. Ato lloj vizash për një vend antar të NATO-s me rregulloren amerikane se si funksionon Ministria e Jashtme, hiqen vetëm në raste të jashtëzakonshme, cilat janë përfshirje në akte terroriste, vrasje, pra vepra tepër të rënda penale. Mirë, që ta thjeshtojmë, a ka patur shkelje nga ana e prokurorit që ju hoq vize dhe nëse është shkelje? Jo, nga dalë, po tash o do më gjosh ose do të ashtu. Nëse quhet shkelje që gruaja e prokurorit ka vajtur dhe ka lindur në Amerikë, ju jeni zonjë vetë dhe dini vetë që nuk mund të komandosh një grua, pavarësisht se unë do thoja që mos e përsëris më ato që shkoi të lindë në Amerikë, por... Pra do thoni që shkelja ka qenë tek bashkëshortja? Po, nëse do të anullosh vizën bashkëshortes, anulloj vizën bashkëshortes, po kjo nuk mund të vlej për bashkëshortin, kjo është e para. Dhe e dyta, nuk mund thua që anullova vizën për arsye konsullore, ndërkohë që ajo lloj vize nuk mund të anullohet nga konsullata e Tiranës, po drejt për drejt nga Departamenti i Shtetit, sepse ka të bëj me një institucion kushtetues të Republikës së Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër thua që po jo, vizën e anullova për çështje konsullore, po ndërkohë ky prokurori ka bërë këtë. Ta ndaj mend çfarë është ky nervozizëm, çfarë është kjo paqartësi. Dhe e fundit fare. Unë e dëgjova zotin Lalla më mbrapa se atë natë isha vetë në emision, ka shumë të drejtë që thotë. Unë njoh Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, institucionet kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, sepse jam një institucion kushtetues, dhe nuk e njoh as këtë ambasador, as një tjetër për guvernator. Edhe e fundit që do thoja, ambasadori ju referua Kushtetutës Republikës Shqipërisë duke thënë ka shkelur Kushtetutën. Ka një gjykatë kushtetuese në Shqipëri. Dhe nëse ne do ta linim që çdo ambasador, cili do qoftë ai, që vjen, që shkon, se janë ndryshuar shumë ambasador në gjithë këto vite në Shqipëri. Dhe çdo institucion merr përsipër të interpretojë Kushtetutën, atëherë kjo punë ka rënë. Sepse me atë që ka ndodhur, ka rënë moralisht reforma për drejtësi. Okej. Në një emision televiziv, pikërisht përballë zotit Fevziu, prokurori i përgjithshëm, zoti Lalla, deklaron se në zyrën e tij ka shkuar një biznesmen, i ka kërkuar që të pushohen hetimet për filan çështje.
Në këndvështrimin tuaj, çfarë duhet bënte prokurori i përgjithshëm? Duhet ndërmerrte hapa ligjor qoftë edhe arrestimin e tij? Unë e ridëgjova, mundem të mbërë? Unë e ridëgjova, ai tha, më ka ardhur një biznesmen i cili më ka thënë që të nesërmen, për këtë çështje, që ishte çështja e bankës, si të atyre shtëpive që janë shëmbur në Zharës në atë rajon, do të vi nesër dhe ambasadori amerikan. Dhe ambasadori amerikan i ka vajtur bashkë me drejtorin e Bankersit. Tani Bankersi për djenin e publikut është një kompani kanadeze. Kjo është shumë e rëndësishme, se nuk mund të themi. Një kompani kanadeze cila operon në Shqipëri për X vitesh. Ka kontestimet e veta, sot e kësaj dite vazhdon një përplasje mes qeverisë shqiptare dhe Bankersit për çështjen e pagesës së taksave, janë çështje që kanë shkuar me zyrën e tatimeve, në gjykat, ka pasur përplasje të lloj-llojshme dhe ka pasur edhe disa hetime për këtë çështje. Një hetim është ky i shëmbjes së shtëpive. Tani, prokuroria është një institucion i pavarur. Unë nuk e di se çka bëri ai biznesmeni, sepse çdo qytetar shqiptar ka drejtën e vet shkot të ankohet tek institucioni. Ka kërkuar pushimin e hetimeve. Nga dal. Por nëse ky biznesmeni i ka thënë që nesër do të vi prokurori, do të vi ambasadori amerikan dhe do ta bëj këtë kërkesë. Dhe kjo kërkesë është bërë me letër, unë atë letër e disponoj, e tregova dhe në një televizion publik, ajo letër thuhet në emër të qeverisë amerikane, kërkohet të pushohen hetimet për këtë kompani edhe të ndalohet edhe presioni publik. Presioni publik janë ato protesta që janë bërë kundër bankës. Kjo është një normale një gjë tjetër? Ky është përdorimi i qartë detyre. Kjo është një skandal shumë i madh. Unë jam i prirur të besoj që ambasadori s'ka shkuar deri këtu. Se nëse ambasadori ka shkuar deri këtu, kjo historia rrezon komplet moralisht. Se ka dhe një çështje për të vlerësuar në këtë histori. Përse ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës do të ndërhyjë për një kompani kanadeze? Sepse ajo nuk është kompani amerikane. Ja u them unë pse. Sepse një nga aksionerët kryesorë të kësaj kompanie, zoti Frank Gjusti, ka qenë financues i rëndësishëm i fushatës së zonjës Clinton. Mirë, që mos gjerohemi në tema se kam shumë pyetje për ju. Po ka shumë rëndësi tash, sepse këtu del Sorosi tani. Edhe i fondacionit Clinton. Pra kemi të bëjmë me një lojë politike e cila luhet në fushën e Shqipërisë në një institucion caktuar dhe sot e kësaj dite kur ata përplasen sot ambasadorin me prokurorin, dalin këto gjëra. Tani si do surprizoheshim ne nëse do ndodhte nesër pas nesër një gjë e tillë. Prandaj unë them që mënyra se si ambasadori u soll ishte gabuar. Nëse kishte gjëra ndaj prokurorit, do të shkonte tek institucionet e veta. Ndërkohë, në fjalën e zotit Llalla hasen shumë shpesh fjalët presion apo shantazh. A nuk është kjo një fjalor importuar nga politika, sepse si mundet përdoren nga kreu i organit akuzës, presioni dhe shantazhi, e lakuar gjatë gjithë kohës? Tani, unë nuk jam zëdhënë si zotit Llalla, thash kam rezerva dhe mia të vjetra me të. Mirë, si e shihni ju një vlerësim për punën e zotit Llalla, nëse do i vinit një notë? Sepse është edhe pak muaj nga fundi mandatit. Nuk jam as jurist, por unë i gjykoj gjërat nga pikpamja e publikut. Si analist? Nga pikpamja e publikut, ne nuk pam prokurorin e përgjithshëm të sulmonte ambasadorin amerikan. Pam ambasadorin amerikan të sulmonte prokurorin e përgjithshëm. Dhe natyrisht, nëse ama akuzat ishin të ndërsjellshme. Jo, dalë tash se nëse e fillon ti, unë do të përgjigjem tani, se jam institucion, ti po sulmon institucionin, po sulmon punën 400 njerëzve. Nuk është se Adriatik Llalla është individi Adriatik Llalla. Është institucioni i prokurorit të përgjithshëm. Pra, nëse po sulmon prokurorin e përgjithshëm dhe këtë po e bëm publikisht në prezencë të ambasadorit të Bashkimit Evropian dhe të ambasadorit të OSBE-s, është një sulm ndaj institucionit, pse çfarë prisni ty që zoti Llalla s'do reagonte? Mu përgjigj për dy pyetje. Presion politik është. Pse tani kjo përplasje, e para dhe e dyta, duket se njëra nga palët do të thyhet, apo jo, nga kjo? Dhe kush është pala më e dobët që do të shkojë në fundin e mandat, për një ndërprerje ndoshta të mandatit? Qartësisht që mandati i zotit Llalla nuk ka për të ndërprerë. Kjo është e qartë. Unë nuk jam shtetës amerikan, nuk punoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk paragjykoj dot institucionet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por një gjë është e qartë, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në të kaluar kanë treguar që kur diskutohet që një çështje bëhet shumë e rëndësishme, kujtohet u historia e Gërdecit, ambasadori UI dhe të tjerë, ka institucione të tjera sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë vetëm ambasadën, kanë agjenci të ndryshme të legjizbatuese, të cilat merren me inteligjencën, me investigimin, me çështje që kanë të bëjnë me raportet ndërparlamentare, ndërqeveritare e tjerë, të cilat do të vlerësojnë sjelljen
e njërit edhe të tjetërit. Sepse unë nuk mendoj që do të ndodhi që javës që vjen, do me thënë, do të ishte presidenti Republikës që do të aqonde për shkarkim në kuvend dhe kuvendit do të shkarkonde prokurorin përgjithshëm. Kjo është e vetë me mënyrë. Duke që nëse jemi këtu. Me që dëgjova, se ka nërmën të japi dorëheqje, se dëgjova me kujdes e pash sërish në YouTube, dhe e pash ishte shumë i vendosur dhe shumë i qetë në rrugën e vetë, dhe më bëri përshtypje, se unë nuk e njoh për kaq të qetë, po më bëri përshtypje dhe tregon që është në kushtet kur jemi se flitet për mjaft korupcion në zyrtar të lartë, prokuror, a mendoni se do ta kalojë zoti Llalla vettingun procesin e vettingut? Atëherë, shikoni, çështja e historisë vettingut, nëse zoti ambasador do sulmonte zotin Llalla ose secili nga ata të tjerët, do t'ia hiqte vizat pasi ishte bërë vettingu. Dhe pas procesit vettingut, do thoshte, ky njeri nuk ka kaluar vettingun dhe unë do t'i heq mandatin, dhe unë do t'i heq vizën se mandatin se i do t'ai, atëherë kjo gjë do të kishte logjikën e vetë. Por heqja e vizës, ndërkohë që është futur si një nga ato parakushtet gjëja për vettingun, të prokurorit të përgjithshëm dhe të gjyqtarëve dhe të prokurorëve të tjerë, para se të filloj procesi vettingut, kompromenton procesin e vettingut, sepse i ka dhënë një parakusht. Dhe dyta, që është shumë e rëndësishme. Vettingu është një proces që bëhet me letra, me referenca. Pra, nuk është se ti e kalon apo nuk e kalon vettingun se, ku diun, kam bërë një letër nga lagja, siç ka qenë kohët komunizmit. Ka institucionet, do vinë dhe ata që do vinë nga jashtë, do shikohet dhe do thuhet, çfarë ka, për shembull, Nisida? Ka pa deklaruar, ka ndodhur kjo, ka ndodhur kjo, ka ndodhur kjo, ka ndodhur kjo. Dhe ky është procesi i vettingut. Procesi i vettingut nuk mund të jetë një proces që përdoret nga një palë kundër një pale për të dhënë pushtetin e drejtësisë vetëm një pale. Lejoni t'ju kujtoj juve, keni qenë shumë e vogël ndoshta, që në vitin 92, kur është bërë njëjta gjë, atëherë po me të njëjtat instrument ndërkombëtar, përfunduam tek ata që ne sot i njohim si gjyqtar dhe prokuror të plepave, që do të thotë janë të gjithë ata që sot ne duam të ndryshojmë dhe ne nuk mund të ecim po me të njëjtat parime. Dhe cilat duhet të jenë parimet? Transparenca edhe për procesin e vettingut, edhe pjesëmarrja e të gjithëve në tavolinë. Ja u përsëris, imagjinoni nëse nuk do të kishte qenë një reformë me konsensus përgjithshëm, çfarë do të thotë. Edhe një pyetje lidhur me këtë temë, sepse duhet të kalojë në dy çështje tjera, koha nuk na mjafton. Pse ka një heshtje nga ana e kryeministrisë, nga vetë zoti Rama për përplasjen Llalla-Lu? Unë marr të mirëfill dhe të mirëqen atë që lexoj që kryeministri është në Kosovë dhe sot në Stamboll, ka gjë tjetër. Ma reagimet në Facebook janë gjithmonë apo jo? Rrjetin social është shumë i pranishëm zoti Rama. Mund të pyesni zotin Fuga, unë nuk e di. Fakti që zoti Rama nuk do të bëhet pjesë e një konflikti mes ambasadorit amerikan dhe prokurorit përgjithshëm, do të thotë që zoti Rama di në gjë më shumë që se dim ne. Edhe diçka tjetër, a ndikon në marrëdhëniet mes dy vendeve gjithë kjo që ndodhi? Jo, marrëdhëniet mes dy vendeve janë marrëdhënie të shkëlqyera. Ju kujtoj që sapo mori pjesë zoti Meta në betimin e presidentit, takim edhe me kryetarin e Senatit, edhe me krerë të tjerë, takoi në sekretarin e shtetit në departament të shtetit. Zoti Mediu, një deputet tjetër i kuvendit, ishte para 2 ditësh me sekretarin e ri të shtetit. Ministri Klosi dhe deputeti Bushati. Po të lutem se koha ka treguar që jemi në kohën e internetit, nuk kalon gjithçka vetëm nga kablogramët e zotit Lu. Zoti Kulla, dua t'ju pyes për zhvillimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ishte ditën e djeshme, ju ndoqët zhvillimet, sigurisht shumë pak, pasi është hermetike gjithçka që ndodh aty brenda me dyert të mbyllura, më pas presidenca doli edhe me komunikatën për shtyp. A është e vërtet, pasi ka zëra se është kryqëzuar ministri Tahiri në këtë mbledhje të Këshillit të Sigurisë për sa i takon moskapjes së Kelmen Balilit? Jo, nga informacionet e mia, ka qenë një mbledhje e qetë, ku ka pas frymë bashkëpunimi, është këmbyer informacionet, sepse e tillë është atmosfera në Këshillin e Sigurimit. Këshilli i Sigurimit për natyrë është një institucion kushtetues, si mbledhen krerët më të lartë të institucioneve dhe të shtetit, në cilët ndahen informacionet të klasifikuara, sekrete, tepër sekrete, dhe kjo është arsye pse mbledhja duhet rrimë me dyert të mbyllura dhe ajo mbledhje regjistrohet,
filmohet, daktilografohet dhe ngelet në arkiv, edhe do me thënë, kjo është arsye pse nuk dilet në publik, por qëllimi i mbledhjes u arrit në momentin që ky institucion kaq i rëndësishëm i vendit i mblodhi të gjitha njerëz për këtë çështje kaq sensibël, për shkak se çështja Balili ka mbërritur përtej kufinjve të Europës, ka kaluar Atlantikun, kërkohet nga DEA, nga Agjencia Amerikane e Antidrogës, dhe gjithashtu kërkohet dhe temi sqarim nga institucionet partnere, nga Departamenti i Shtetit dhe tjerë, se ç'është bërë me këtë çështje. Ju thoni Ministri Tahiri, tani, për natyrën e çështjes, normal që Ministria e Brendshme ka më shumë përgjegjësi se të tjerët, por nga informacionet e mia ka qenë një mbledhje konstruktive dhe domethënë me pjesëmarrje të gjithëve me dëshirën për treguar se ç'a duhet ndryshuar dhe ç'a s'duhet ndryshuar në këtë vend. Zoti Kulla, faleminderit, ishte kënaqësi që ishit me mua. Faleminderit juve. Përfundon pjesa e parë ku ne folëm për përplasjen mes ambasadorit të Shteteve të Bashkuara dhe prokurorit përgjithshëm. Do të shkojmë tani në publicitet, pas pak do të kthehemi me në studio zonjën Josefina Topalli, do të flasim për zhvillimet më të fundit politike, por edhe brenda opozitës.